jam Yll Kaloaj, jam 20 vjeçe dhe jetoj në Ferizaj. Unë studioj për infermieri në Prishtinë dhe këtu nuk janë synimi im i vetëm. Unë punoj në klinikën e familjes sime, këtu në qytetin tim, ku pjesa më e madhe e ditës sime ka të bëjë asistimi me fëmijët me probleme në të folur dhe çrregullimet neurozhvillimore. Dhe pikërisht janë këta fëmijë që më kanë bërë mua të kuptoj se të jesh ndryshe nuk do të thotë të mos jesh pjesë e shoqërisë. Unë ndihem shumë e fuqishme para një aparati fotografik, kështu që kjo gjë nuk ka se si të mungoj në jetën time. Deri tani kam marrë një eksperiencë të jashtëzakonshme nga Miss Universe, nga stafi dhe vajzat këto. Jam Vanessa Eliaj, jam 25 vjeçare, kam lindur e rritur në Luksemburg. Unë i kam mbaruar studimet e larta për edukim dhe punoj si edukatore me fëmijë. Kam lindur në Luksemburg, se kom ditë gjuhën, dhe jam shku në shkollë dhe ka fidu bulizmi, se kom ditë nashta gjuhën shumë mirë, ose jam konë shumë me qetë se fëmi, s'kom folë shumë. Kam qef gjithmonë me sfidu vetë vetën, edhe për që ata kom marrë pjesë në Miss Universe Albania dhe Kosova. Besoj na vajzat jemi shumë të fort, edhe mundem çdo sa me arrit, vetëm mu kon vetë vetja e me pas besimin vetë vetja. Quhem Cindy Drala, jam 25 vjeç dhe jetoj në Tiranë. Kam studiuar informatik dhe aktualisht punoj në një kompani private italiane në profesionin tim, i cili është IT ose help desk. Unë jetoj me familjen time, babin, mamin, kam edhe një vëlla më të vogël. Marrëdhënia ime më e ngushtë është me mamin, i cili është personi që më mbështet në çdo vendim të jetës time. Unë personalisht arrita ta kaloj një sfidë në jetën time, e cila ishte çrregullimi prej skoliozës. Pika ime më e fortë në karakter është që unë jam shumë e vendosur dhe nëse dua diçka do ta arrij me patjetër. Mesazhi që dua t'jap për gjitha vajzat është që të kuptojnë që ti je një mis, jo domosdoshmërisht duhet që ti jesh perfekte. Kemi edhe ne imperfeksionet tona, por prap duhet mundohemi që çdo gjë ta marrim me sportivitet, ta pranojmë veten ashtu siç jemi dhe në fund ditës çdo gjë do të shkojë mirë. Për herë të parë që do marr pjesë në Miss Universe, ja kam thënë mamit dhe më pas pjesëtarëve të tjerë të familjes. E kam pritur të gjithë shumë mirë, mami ka qenë mbështetja ime më e madhe dhe personi që më ka shtyrë më shumë që të vi në Miss Universe. Jam Daisy Demaj, 20 vjeç, jam lindur dhe rritur në qytetin e Florës. Familja ime përbëhet nga 5 anëtar, prindrit e mi, motra dhe vllai më i vogël. Aktivitetet që unë bëj kryesisht janë të shumta, merrem me pamirësi, të paktën një herë në muaj, ose edhe më shpesh. Përqen shumë në fakt edhe modelingun, që është e vogël në fakt, e kam pas shumë pasion edhe ëndër. Kohët e fundit kam filluar të merrem seriozisht me të. Shpresoj që një të ardhmen ta kthej si profesionin tim të parë. Përveç dëshirës time për të marrë pjesë, shtys tjetër e madhe ka qenë edhe mamaja ime. Shpresoj që nga ky kompeticion të kem mundësi të reja, edhe si dhe një rritje sa më të madhe profesionale. Unë jam Denada Doda, jam me origjinë nga Mirdita, por jam lindur dhe rritur në Tiranë. Studioj dekën gjermanisht në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja. Familja ime përbëhet prej 5 anëtarëve, 2 prindit e mi, 2 motrat e mia dhe unë. Një pjesë e karakterit që mua më pëlqen më shumë tek vetja është vendosmëria. Kur isha në gjimnaz, paragjykimet kanë qenë të shumta, bullizime më them kanë qenë të shumta, sepse ne që vinim nga rrethet, quheshim provincial, ndiheshim jo të vlerësuar nga ana tjetër e shoqërisë dhe kjo gjë na bënte të ndiheshim keq. Gjithashtu, për veten time, më quanin të shëndosh, nga të gjithë këto paragjykime dhe bullizime, erdhi një moment që unë mbylla në vetvete, nuk flisja as me familjen time për gjithë këto problematika dhe pikërisht në ato moment e vuajta goxha shumë për muaj të tërë, kur shija veten në pasqyrë, nuk pëlqej asgjë tek vetja ime, vetbesimi im ishte goxha i ulët. Gjithë kjo periudhë që unë kam kaluar, më ka bërë shumë që unë të reflektoj, më ka bërë shumë të fortë, ka bërë që unë ta dua veten time kështu siç jam. Jam këtu sot si një konkurrente e Miss Universe Albania, shumë e kënaqur me veten time, me trupin tim, me karakterin tim, dhe kjo është një ndër arsyet që u mora pjesë dhe dua t'ju them të gjitha vajzave që pavarësisht paragjykimeve dhe bullizimeve që mund të hasin, nuk duhet të heqin kurrë dorë nga ëndrat dhe dëshirat e tyre, por duhet vazhdojnë të luftojnë sa më fort për t'i arritur ato. Unë jam Ornella, jam 23 vjeç, kam lindur dhe jam rritur në Gjermani. 2019 vendosa më u kthy në Shqipëri dhe ecëm prindët e mi kanë në Gjermani.
Unë mora këtë vendim se kam shumë dashuri për Shqipërinë, më pëlqen vendi shumë, njerëzit janë shumë të dashur. Prandaj vendosa më u kthy në Shqipëri, më fillu një jetë të re këtu. Arsyeja ime pse mora pjesë në Miss Universe Albania është se du mi tregu rënis se çdo gjë arritet në Shqipëri. Unë e shoh gjithmonë çdo njeri më thot mu pse u ktheve në Shqipëri, gjithu me hik, ti kthehesh. Edhe unë du me tregu se s'ke me hik njëre në vend tjera, po patë guximin dhe vullnetin të arrisë çdo gjë këtu. Ne kena për detyrë me e bo Shqipërinë një vend më të mirë, që edhe gjithë bota nga shohin neve dhe që dinë se ne jemi ato që hecin përpara dhe që mund ndryshojmë për më mirë. Një markë e njohur në Albanian Couture që ka veshur ëndrat e çdo vajzë në ditën më të bukur të saj. Federica Arti martësor shpallos tani një koleksion magjepses me fustane alta moda që janë vepër arti pa kohë dhe që nxjerrin në pa elegancën dhe romanticitetin e konkurrentëve tona. Shijojmë tani sfilatën e radhës. There's no way, I don't wanna go without you. I'm an empty soul. There's no way, I want it next to me. Without you, I can't survive. Without you, I ain't free.
state if we're loving every day. Okay, I got the keys to the universe, so stay with me. Cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast, never look back. It's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where it all go. Cause we'll be home before we know. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind.